Gjeleshanuhu I thot Musait a.s. që t'i thot vazhdoni o të parët, hidhni. Dhe hedhin magjistarët parët për para syve të gjithë publikut. Thot Allahu Gjeleshanuhu fe idha hibaluhum wa isiyuhum yukhayyalu ilayhi min sihrihim annaha tas'a. Ato shkopat e tyre dhe litarët e tyre I dukeshin njerëzve sikur ato bëheshin gjarprin dhe ecin, hipnotizuan të gjithë njerëzit. Thot Allahu Gjeleshanu në Kur'an ajetin tjetër fazaharu ayun an-nas wastarhabuhum wa ja'u bi sihrin adhim. I magjepsën sytë e njerëzve, I trembën njerëzit nga shfaqja dhe spektakli dhe erdhën me një magji madhështore. Fa awjasa fi nafsihi khifatan Musa, filloi Musa në veten e tij duke u friksu. Jo se u friksu se të humbte betejën, po u friksu se mos mashtrohen njerëzit nga pamja dhe nga magjia e madhe që po bën, nga intriga dhe nga mashtrimi I madh që po bënin sytë e njerëzve, se donin që të blindonin pushtetin e padrejtisë, subhanallahu. E Allahu Gjeleshanu I thot Kulna la të khaf. O Musa I tha Musës mos u frikso. Inneke ente la ala ti e më I lartësuar I sot. Wa elki ma fi yaminike, vetëm hidhat e që ke ndorë. Telkaf ma sanau. E do të shikosh se çfarë do të ndodhi derisa I përpiu gjitha çka kishte aty në arenë, subhanallah. E njerëzit e panë dhe ushtangën e madhe ka qenë dhimbja e faraonit, zullumqarit madh në atë moment. Sepse doli mblodh, e kuptoi gjithë populli se si ishte Zot. E kuptoi gjithë populli se ishte njeri dhe ishte njeri intrigant dhe I poshtër. U shty nga ideja dhe nga dëshira për ta poshtru tjetrin edhe me majtë zullumin e vet, e Allahu e poshtroi, sepse nuk ishte me të vërtetën, subhanallah.